Fest për Krishtlindje, dhurata. Fest për vitneri, lek, dhurata, shpenzime. Të pas ke hallë. Vetëm festa çdo muaj e burridheut, jo po bëj çdo javë. Jo po bëj ditë për ditë. Se valla, lek me këshar po e presim neve. Jo, valla, kokës po na. Po, ja valla tani. Se janë dakord e visti. Janë dakord me këto festa kombëtare, festa shqiptare valla, 7 mars, 8 mars, 9 mars. 9 mars. 9 mars. Ku kanë fest 9 mars më? Ditëlindja inde ide. Ama po shlidhe ka festa, në më thënë. Edhe shqiptare, bile. Po është shqiptare se ditë sa numri i madh është minoriteti i nderisë Shqipërisë. Ka shumë tifoza ta drejtë. Po me çfarë feste ke hallin me Shën Valentinin në drejtë? Po tas duhet pranoj dot se Shën Valentini është festë italiane. Çfarë do Shën Valentini në Shqipëri? Kjo inde ishte shqiptare. Po shqiptare ta shpjegova. Fal, po pse o xhaxhi, po pse ke pas shumë shpenzime? Po çka kanë pas moj motor Xhanisa, kja tregoi varrit kur të vete. Pse ka shumë valla? Po ka shpenzime. Se un jam kështu si burr gentleman. Edhe un ngrit 100 mëngjes unë e vajta për t'i blej tuf lule si fillim. Po mirë, shumë mirë valla, gruas. Po gruasari. Okej. Vajta me dyqan lule shun. Atje radha moj motor Xhani dhe ju dhezër Xhani. A kështu bëhet për Shën Valentin? Më shumë kishte njerëz aty se sa të henave në përfoltore të pëdes. Ashtu është. Rrye pritës ka, me në fund merri radha mua. I bleve? Bema një tranafili, thash ma këta të kusht. 17.000 lek, tha, jo, qare. Sare, 17.000 lek? 17.000 lek, 17.000 lek. Po si, nuk e dhe ti shtrënj? Po i thash ajo, po deshe ha, tha, jo. Unë me 17.000 lek vete të Skënderi bëj kuror, gjithi të shunet, qa thuat? Qa kurorër? Vete të Skënderi unë. Të Skënderi, kush është Skënderi? Skënderi është njeri që ka gjë si funerale. Po pra se ta kurorë edhe unë thash qysha. Unë aty thash Skënderi, do mbesh një këshu kuror zemër i thash unë, edhe aty të shiriti do shkruash. Gëzuar Shën Valentinin nga bashkëshorti dhe fëmijët. A më seriozisht e kjo, xhaxhi. Po moj. Ja çova grua so visti. Po sa është gëzuar atë kam valla. U gëzua me kurorën. Ti tha je burri më i mirë në botë, thash po ça. A më seriozisht e kjo. Pas ka marru punë ke Skënderi. Po Skënderi kishte të fotare. Tha Skënderi mua frigorifer do. Frigorifer? Për çare? Pa që si funeral. Po ka kujtu se ka tek gryj. Po jo i thash unë se ta çojnë ndajt është 7 vjet i thash ne ka rënë bota një shkute. Po ta më çak frigoriferit. Po tha çu makinë portobagazh për transport, do tha. Jo i thash unë se ik me teleferik. Ja nëse Çe keni bërë? Atje janë afër. Siç po thoshëm ja çova gruas u gëzua shumë ajo tha. Tani tha drekan tha ku do ma japësh ta. O bashkëshorti më i mirë në botë që mendon ti për mua. Ndaj të lule. Kuror? Gjithë ato lule. Po çfarë thotë? Me shirit? Në dajti thashun, ndajti tha pëlqen shumë tha. Pëlqen shumë tha po. Po tha mua dhuratën do ma japësh tani këtu tha apo kur them ndajt. Dhurata ashtu un prizi thashun. Çaj thema? Dhurata ashtu un prizi thashun. Surprizë. Sa çefi kanë to un prizat tha me iPhone-in e fundit tha 1200-300 euro. Shi. Po çyshe për të dhënë çmimin vetë kjo. Dhe tha mua më jep në lek tani se do vende parukieria. Qa thore? Po, ndora portofolin unë i thash 20.000 lekësh. Pse do rruje? Po, tash për Shën Valentin. Nda mua çaj ke këto dje? 20.000 lekë tha vetëm krefja benda. Po mirë. Unë do krife me, do bëj vedllate, do bëj thonjat. Ja depilime, manikyre, pedikyre, më thet thash. Ndora 200 që vlla juj. E tash na bëj rimont total jashtë brenda. Ta ngrej Ja nga parukeria ishte bërë rrethësh me vërtetëri. Ç'a thua? Ishte ndryshuar? Po të morën dorë këta o. Po më lek duane. Me lek va. Pra, se një Ja tha mua, na i lek për fustan, për na i çantë, tha mua për ne palë put do m'japësh? Shumë mirë ka thënë, po normal. Ti shumë mirë, po ka 500 palë moj aty në dollap. I thash, ke 500 palë në dollap. Ore, duhet një gjë e re. Po çfarë më? Ja, gjitha fermat një lloj janë visti. Jo, burra s'merrni vesh. Dua të reja më tha mua se ato që kam i kanë veshur dhe kanë bërë foto për Instagram dhe i kanë postuar ato tha. Tani duhet një fustan njerë, një palë fustë të reja tha që të bëj foto unë t'i jep në Instagram tha, të bëj story, të bëj kështu ku ti gjau çaj. Sa nxorë ti? I 800 që tjetër, unë me gjithë parukerin vajtë 1 milion. Pa dal nga shtëpia akoma, Hajde. Jo, tu s'pas ke fajla. Po vajtëm atje ndajt, u ulëm atje për drek. Ja fillojt për asiste, po kalkaleta, po peshë shtrejnde, vetë shtrejnde, skarpje, havjare. Skarpje. Skampje, që janë ato kështu, që quajtë se
Gjikalla. Gjikalla, e ka vojtur ai se është i martuar ai. Pa, di pa. Nëse, ndaj kamarieri mua, zonja sta ja mora prosin, ti çfarë do marrësh po? Dam një kafe mua të mledh vetën i thash mledh zanën se i ka për lesh. Ti të lëvizën. Çfarë bëjmë unë? Po, tamam. Nëse Henry me çika ty, se Henry nga pjata saj se si hante gjitha po i donte për foto, për story. Normale. Edhe po do veni me në hotel se Shën Valentina re. Normale edhe. Po pse s'keni shpinë? Po Shën Valentin duhet dalim jashtë po them, se edhe për ngrenë kemi shpinë edhe. Po ja shpenzime valla, po lan deshte se s'po presim lekë kishëre. Po për gruan tënde, për qefin tënd i ke bërë valla. Ore deri tani angojnë për halle, jo për qefe këtu te emisioni jonë burr. Po qefa re, po mirë gruaja. Po është dashnore valla. Ah, ke dashnore ti? Po, dashnoria nuk pranon dajte. Po. Na do vëm tha dashnoria mua. Ajo do Se daj është dita Dubai. jon sot tha. E jotja moj zemre e jotja i thashun, vema nga Durrësi i thashun. Ku ma? Nga Durrësi. Po mirë është. Se më dha mua çat duke mund të ruspije të flen nga ato hotelet e Durrësit me 4 yje. Po I nda ka donte do hotelet me 5 yje, lart kjo e visti. Po s'ka faj valla, se të ka prit gjithë ditën që po festoj me gruan valla. S'ka faj, Po ha pra. Po kishin vajt tani nga nustreti, me nai Dubaja, me nai Bora Bora, be. Ore zgjedh ke femra shtrenda ti valla. Kështu që i bën thirrje Edi Ramës. Po Edi Rama. Qa bëna burri dheut? Isha Valentina. Po qa bëna burri dheut? Na rriti çik rrogat e Raman se s'po ja dalin dot. Nuk po më dot dashnorët, o Edi Rama. Pa më. Ke perni apo s'ke perni? Ose hiq ta festat paktën. Sidomos Shën Valentini, ta. Hiq të Shën Valentinin, ah man. Aty ka çik konflikt interesi. Po çfarë fletë? Si a del dot o burr. Po me ruan. Po para ditë me gruan, mbas ditë me dashnore. Jo, po kam frikë se është italiane s'pranon Meloni me e heq. Po me ishte në Shqipëria më Po kush do do në Shqipëria ti. Ja, dakor Po jam. vrasa dashën. Ha visi. Jo, dakor jam. Imagjino se vjen 7-8 marsi tani. Sa pa marr veshje do të blesh prap rroba. Po. Mos e ke gruan Unë s'ma do të naske djesëm kanë kaluar për marim. Ore zgjidh një kështu dashnore me profesion tjetër përveç zyshës edhe kalon 7 marsin. Ema e thjesht për ta them po. Nëse Ai inshallah trisin rrogën. Grine. Mirë, hajde shkunde atë banjën aty që mos dëgjohet biseda dhe natës. Dakor. Emision të marr, e kujdesem me dashnorët. Kujdes me dashnorët ti. Po pra se un kam 2-3 Po pra se dashnore, atëherë se duket sikur se dashnore. me dashnorët po të them valla. Kujdes me dashnorët. Aha, nese.